Së pari, unë kam zhvilluar 3 takime me kryetarin e LDK-s dhe 2 takime me kryetarin e PDK-s. Fatkeqësisht në 48 orët e fundit, para se të mrrim tek mesnata e 5 marsit, nuk pat asnjë takim. Mendoj që kjo ka qenë dëm dhe gabim. Është dashur që të takohemi edhe në 48 orët e fundit dhe mos harroni vetëm kur u bë e pamundur figura konsensuale, vetëm atëherë kur PDK-ja kërkoi që ne t'i sigurojmë votat për të 2 kandidatët e saj, pa na i treguar fare emrat neve, më pak se 30 orë para mesnatës së 5 marsit, ne nxorëm emrin e Glau Konjufcës dhe sërish pritëm, sërish u refuzua takimi me mua dhe vetëm 3 orë para mesnatës së 5 marsit e nxorëm edhe emrin e Fatmire Mulhaxha Kolçaku. Unë besoj që me krerët e partive opozitare duhet të takohemi dhe unë qysh sot do t'ju dërgoj ftesa për të takuar në fillim të javës sashme.